Të nderuar shikues të Radio Televizionit Iliria, u takuam sërish në emisionin më të ri të Radio Televizionit Iliria, Mjekësia dhe te. Për sot, jo si çdo herë tjetër, kam zgjedhur dy musafer me të cilët do të diskutojmë për një temë ose për një punë të cilën ata çdo ditë sprovohen, lodhen, por me krenari. Me ne sot janë dy infermierë të cilët punojnë në klinikën e onkologjisë edhe të cilët bëjnë punë të ndryshme por në të njëjtin vend. Pra, me ne sot është Astrid Hajdini, magjistër në shkencat infermierore, si dhe Recep Dushi, magjistër po ashtu në menaxhment shëndetësor. Mirësevrin të nderuar. Mirësevrin, faleminderit. E nesëm pak a shumë me punën që infermierët e kryejnë në kuadër të klinikës së onkologjisë e që jo rrallëherë kjo punë është e lodhshme, përveç lodhjes që ka edhe atë ndjenjen që ti kemu ballafaqu çdo ditë me një pacient i cili shpesh herë e shef si shpresën e fundit klinikën e onkologjisë. Për Astridin, me qenë se i nifmi edhe kohë më gjatë, cilat janë sfidat me cilat ballafaqoheni jo ato? Faleminderit për ftesën fillimisht. Ne si infermierë ballafaqohemi me sfidat mos tam të rënda, po tepër të vështira, për arsye se klinikën e onkologjisë e vizitojnë një numër i madh pacient, çdo ditë 200 deri në 300 pacienta në ditje, sidomos kur jashtojmë faktin se çdo ditë më tepër është urrit edhe numri me këtë sëmundje, prandaj për neve është kogja sfiduese dhe shumë e vështirë për m'ia dalë në banë, mirë po kur e dëm punën është pak më lehtë. Ne si infermier mundohemi me qenë gjithmonë afër pacientit, çfarë do qoftë ai, çfarë do qoftë sëmundja, kështu që kur e dëni punë është pak më lehtë për neve. Recep, për përgatitjen e pacientëve me qenë se vini nga sektori i radioterapisë, do thotë është pak më ndryshe se sa punat që bëjnë edhe në pjesën ku gjindet edhe Astriti, cilat janë domthonjë hapat që duhet më nis për një pacient ose të një pacient për përgatitjen e seancës? Po, fillimisht të na pacient vinë me diagnozë caktuar, që me kanë me ekzaminimet më hershme që janë diagnostikuar me këtë sëmundje. Fillimisht është doktori që i pranon pacientin, pastaj hapet historia, edhe vjen me bë ato matjet ose me bë ne themi pikat për fillimin e planit të trajtimit me radioterapi. Ky plan do thot paraprakisht caktohet prej konziliumit në fakt, këto që cakton ekip mjekësor që është kuadër klinikës. Po, është komisioni, konziliumi që mbahet. Edhe ata përcaktojnë se cila pjesë ose cili region i trupit duhet të rrezatohet. Kur jemi te plani, a ka raste kur plani paraport duhet të ndryshohet? Nëse e kuptoj, janë seancat të rrezatimit që ndodhen do thotë në ditë ose në periudha të caktuara. A ka raste kur kalohet që kjo ose s'ka nevojë me shkum atuti, për shembull është planifikuar 2-3 seanca, kushtimisht po flas me çësia e jo, është protokolli që duhet të zbatohet edhe mbas protokollit edhe shkojnë edhe numri seancave dhe doza e rrezatimit. Astrid, tek gjendja emocionale ju çdo ditë e thatë se merrni me pacient edhe përballë punës që e bëni, do thotë keni raste që emocionalisht nuk ndjeni mirë. Si menaxhoni këtë situatë? Po, vetë fakti se aty kem pacient me sëmundje të rënda, pacient me gjendje jo të mirë, ndoshta, pak është e vështirë, edhe emocionalisht për neve, mirë po duke ditur faktin se cilë pacienta vinë të na në onkologji, atëherë ja dalim bon me një përpikmëri të punës cilën e bëjmë, po kështu që besoj që edhe ata ndihen mirë me neve, për arsye se mundohemi të jem sa më afër tyne. Po kjo ndjenja e keqardhjes ekziston do të thotë në vetë faktin që në esencë jemi njerëz
edhe si trup kemi ndjenja. Po kur kemi të bëjmë me një sëmundje me të cilën pacienti veç në raste të caktuara e kupton e din edhe fundin. Si ka me qenë, a kemi raste kur pacienti thot nuk po vazhdoj më trajtu sepse pe di që se kam fundin e mirë në këtë punë. Si menaxhoni ato momente se është ka raste kur vinë të mërzitshëm, ka raste kur vinë jo të nuk kam bashkëpunim me familjarët mas pari, pastaj edhe me neve kam problem, mirë po duke ju tregu që secili pacient e merr terapinë, shkon në shtëpi, nuk ka probleme mas nej, gjithmonë gjendja përmirësohet vazhdimisht, atëherë binden disi edhe fillojnë me kimioterapi. Recep, tek plani i trajtimit përmendet që caktohet, po si verifikohet që ky plani i trajtimit, a duhet të ketë ndonjë procedurë që jo ka nevojë për me bë një kontroll para se me fillu, ku dihet se keni punë me rreze apo? Jo, zakonisht vinë pacientat e na vinë me inqizimet përkatëse që edhe me diagnozë. Po. Edhe tash doktorët kur të hap historinë, ato e dinë se në region duhet më bëjë rrezatimi. Edhe në histori të pacientit e përshkruan ato. Për shembull, regioni të rastit të simulohet. Është me CT simulimi që bëhet. Edhe në bazë të CT simulimit na i vendosim edhe ato pikat, ato shenjat. Ku ka më bë? Po, ku ka më bë rrezatimi. Kjo na mundson edhe fal teknologjisë të fundit që janë bërë investimet të na në radioterapi. Edhe i caktojnë pika, domethënë atë të regionit që i caktuam. E dërgojnë atë plan, atë incizim, e dërgojnë atë doktori që ka pranuar pacientin, edhe në bazë të analizave, në bazë të incizimit, në bazë të diagnozës, edhe bën kontorimin e planit, edhe ja dërgon te fizikanti mjekësor. Edhe përfundimisht ata në bashkëpunim e caktojnë edhe dozën, edhe ditë sa ditë kam i marrë rrezatim pacienti. Caktohet, thot, përveç dozës edhe periudha kohore. Po. Astrid, te aplikimi i terapisë ndër vite do të thotë po thuhet se ka pas edhe ndryshime të protokollave. Këto ndryshime a ndodhin edhe tek ne në klinikën e onkologjisë? Po, edhe tek ne vazhdimisht ka ndryshime, për shkak se tash bëhen hulumtime ndryshme në krejt botën, edhe protokollet sigurisht si në krejt botën vinë edhe te na, doktorat janë gjithmonë në hap me kohën me protokolle, kështu që çdo terapi, çdo menaxhimi i sëmundjes që bëhet në kohën e duhur, në mënyrën e duhur, vjen edhe si në krejt botën, vjen edhe te na. Kjo terapi paraprakisht caktohet prej mjekut ordinues apo prej konziliumit? Caktohet prej konziliumit edhe mjeku ordinues vazhdon me bikëqyr pacientin. A ka raste, ndoshta jashtë kontekst, a ka raste kur pacienti jo refuzon, po thjesht parapëlqen mes doktorave që është caktu kushtimisht këtë rast, thot a mundem me zgjedh te X doktori më u trajtuane? Po në disa raste edhe sa mundet më realizu kjo, duke po që çdo, domthonë si mas një statistike që kanë 16 orë në vitit, këtij viti, do të ka pas një rritje për dallim për vitit kaluar, më të madhe pacientëve. Tash normal që kur rritet edhe numri pacientëve, rritet edhe ngarkesat e doktorit, të kontrollat që ka. A mundet kjo më aranjhuna qysh mund ndru, apo mbetet si rregull që nuk ndrohet edhe? Po, zakonisht pacienti ka drejt me zgjedh. Është drejt e botës e pacientit me zgjedh doktorin, ose infermierin, ose çka do qoftë. Mirë, po ka dhe pyetje si a muna une me shku te ky doktori ose te ky doktori, mirë po na nuk i përgjigjem, na thojmë vazhdo te taj që e ki, edhe mbikëqyrja është më e mirë, më e lehtë për ty. Mirë po asesi nuk ja përcaktojnë ase ku duhet me shku ose çka duhet me bë pacienti. Më saktë do thot puna që jo bëni është terapia që caktohet, do thot në klinik, terapia që caktohet prej doktorit, prej konziliumit, përmes doktorit, jo aplikoni ato. Na vetëm e aplikojmë. A është ndaj gamë e madhe terapisë që aplikohet? Apo varet prej llojit të sëmundjes?
Sigurisht, çdo diagnoze ka terapi në ndryshme. Ndryshme. Na jem infermierët ata që e japim kohën e duhur, vendin e duhur. Recep, tek pozicioni i rrezatimit, pozicioni i skanimit, nëse veç pe kuptoj Pozicionimi i pacientit. pozicionimi i pacientit. Sa ka rëndësi kjo në me ruajtjen e aty në pikave që ju i keni caktuar? Ka shumë rëndësi, për arsye se pacienti që ne ja kemi bë fillimisht pikat. Në ato pika është bë plani trajtimit për i doktorit, është bë plani trajtimit nga fizikanti, mjekësor, edhe në fund, kur të vjen pacientit për me fillu trajtimin dita e parë, domethënë, prapë në çato pika bazohemi fillimisht, në bazë të asaj që është bë plani i trajtimit. Paraprak, po. Po. Edhe vendoset pacientin në ato pika, edhe për precizitet hala më të lartë, ne ja bojmë edhe një kombim CT, është një rentgen 3D, domethënë, që me vendos pacientin saktësisht pikën e trajtimit. Do të thotë aty ku është planifikuar. Po. Astrid, tek momentet që ju keni me pacient, ju rollëherë edhe ndihni keq, a ka ndonjë rast kur përballë lodhjes, do të thotë që është e pakontestueshme, jeni ndi në asë gjendje që e ke përjetuar ndoshta se me shumë gjatë mundet me pas raste, se që e ke përjetuar shumë gjatë si që thojnë tek na me të met në mene, mos me harru. Duke pas parasysh që ka mosha të ndryshme. Duke pas parasysh edhe natyrën e sëmundjeve, edhe mosha të ndryshme, ka raste kur edhe na humbim pacientin edhe jashtëzakonisht ndihmi jo mirë po unë e kisha veçu një rast. Janë disa raste, po ky rast kur ka ndrujet pacientë dhe familjarët prej shtëpie vinë, na falenderojnë neve për kujdesin që kena bo për pacientin. Në këtë rast unë nuk kam fjalë me shprej këtë. Është një ndjenjë jo e mirë. Rregjë tek përdorimi i terapisë, në fakt aplikimi i radioterapisë, i përmendet aparaturat kalimfe. Për shikues ton me ditë, paka shumë cilat llojet e radioterapive përdoren ose cilat aparatura përdoren për aplikimin e. Është akselerator që ka një energji të lartë që përdorem ne. Domethënë është elektra edhe ka një precizitet shumë të lartë. Çka bën kjo më saktë? A bën stopimin, me bën stagnimin e problemit, apo thjesht veç e man monitorin problemin e sëmundjes? Jo, kjo përmes radioterapisë synohet me eliminu krejt problemin. Me eliminu krejt problemin. Jo veç stagnimin, po me eliminu problemin krejt. Përderisa folëm për momentin më të keq gjatë punës, a ka ndonjë moment që të pakten e dallon këta, moment të bukur që ti ndihesh mirë? Unë çdo të ndihna mirë me pacientat unë. E flas gjatë punës, sepse na e përmendëm në një moment që të ka sjell mërzi, sikurse në këtë rastin kur familjari ka ardhur të ka falendëruar, po kjo megjithatë ka një farë mërzie në veti. Po flas në një moment që ti jeni i lumtur në lidhje me trajtimin e pacientit, në këtë rast që ka mujt me arrit sukses. Na pacientët e kemi jashtëzakonisht kënaqur me punën tonë që e bëjmë si infermier. Çdo ditë ka falënderimet ndryshme, mirë po në rastet veçanta kur thot pacienti nëse s'është astriti ato në zvi me marr terapin, kjo më bën më një pak ma mirë. Kështu që janë të kënaqur me punën tonë. Kjo të bën më një krenar thjesht për punën që bën çdo ditë, përballë lodhjes. Të nderuar shikues, shkojmë në blok marketingu dhe kthehemi sërish me mysafirët tanë në studio. Ndruam që në ditët e para.
Gur mbi gur, ju dham jetë ndërtimeve më meritore. Kudo që hapim themele, e dim, nesër do t'jetë qendra. Duke investuar në cilësinë e jetës, në hapësira të përbashkëta. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Laboratori HomeLab Plus ofron shërbime diagnostike dhe laboratorike të gjitha analizave të organizmit tonë, nga hematologjia, biokimia, imunologjia dhe markerët. Laboratori HomeLab Plus ofron të gjitha shërbimet mikrobiologjike të punuara me precizitet dhe korrektësi. HomeLab Plus është vendi punës, profesionalizmit dhe korrektësisë, i pari që ka ofruar shërbimin mobil laboratorik dhe vazhdon të ofrojë me përgjegjësi të plotë. Bashkëpunimi me laboratorët e njohura turke e bën laboratorin HomeLab Plus të jetë akoma më i suksesshëm. A dëshiron të mos zhgënjehesh? Je principiell dhe don korrektësinë? Je lodhur nga ata që i neglizhojnë problemet e tua shëndetësore? Jepi fund më dyshjes, sepse HomeLab Plus ofron profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Emona Center 19 vite, spektakël me super zbritje. Miell 5 kg 3.49, vaj 1 litër 1.59, orez 700 gram 0.59 cent, qumsh 1 litër 0.75 cent, ulli 300 gram 1.69, mish i bar 1 kg 2.99, pomfret 2.5 kg 3.49, napolitank 1.99, pringles 1.89, fruta të thata 1.69, ujë 10 litër 0.79 cent, lëngri 0.85 cent, detergjent rroba Persil 5.79, letër toaleti 1.49, sapuni lëngë duash 500 ml 0.75 cent. Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët. Dhe të ndëruar shikues, tani është koha për falënderimin e sponsorëve tanë. HomeLab Plus, laborator biokimik hematologjik, i cili funksionon aktualisht me 2 pikat e saj në komunën e Prishtinës, në 2 lagjet më të vjetra të Prishtinës, ofron analiza nga biokimia, hematologjia, filologjia, markus tumoral e tjerë. Diçka që e bën më të veçantë është bashkëpunimi me laboratore të tjera, siç janë laboratorët bashkëpunuese në Shqipëri, Greqi, Turqi e tjerë. Kurse motoja e këtij laboratori është profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Sponsor i dytë Emona Center, rrjeti supermarketeve në Kosovë, i cili është dekoruar 3 herë radhazi për çmime dhe njëkohësisht moto e tyre është mos posedimi pijeve alkolike në raftet e tyre. Sponsor i tretë Meka Halal Food, njëra ndër kompanitë më të mira ose më të mëdha në botën shqiptare të produkteve të mishit në cilësinë halal, e cila po ashtu disa herë është dekoruar nga Vërsia Islame për produkte halal. Cima Construction, kompania themeluar në vitin 2009, me një ekip profesional bën ndërtimin e apartamenteve dhe të njëjtën kohë ju jep rahati me ndërtimet që bën. Dhe po ashtu Syla Group është një kompani e cila bën projektim, ndërtim dhe monitorim të objekteve ndërtimore. Kthehemi sërish në studio me musafirët tanë. Të nderuar shikues, u kthehemi sërish me musafirët tanë në studio. Siç u thamë më herët, me ne sot është Astrid Hajdini, infermier në klinikën e onkologjisë, si dhe Recep Dushi, po ashtu infermier në klinikën e onkologjisë në sektorin e radioterapisë. Astrid, ju ndodh edhe të shihni pacient për herë të parë në klinikën e onkologjisë. Cili është ai rregulli që duhet njeket për një pacient për herë të parë? Një pacient fillimisht pasi e ka përfunduar konziliumin, ai vendos të shkojë te doktori i caktuar, edhe masi shkruhet raporti nga doktori, ai vjen në sallën e kimioterapisë ku ne aplikojmë terapi. Sigurisht dita e parë e pacientëve janë të shqetësuar, janë të konfuz, nuk e din se çka ka menduar me ta, qysh ka më merr kimioterapia, familjar gjithashtu janë të shqetësuar. Na përveç pacientit merrem edhe me familjar, duke ju tregu procedurën se cila ka më bu atë,
që shka me marra i kimioterapin, qëfar forme, sepse dihet kimioterapia i për në format të ndryshme, mirë po zakonisht vinë të na e marrin përmes venave ose në formë të infuzionit. Edhe i shpjegohet krejt procedura, sa ka me qëndru gjatë pacientit të na, format cilin ka me marrë kimioterapin, a ka me pas dhimbje ose diçka tjetër gjatë se janë të shqetësuar se nuk e din. Zakonisht pacientat mendojnë që i mundan aty për aty, kanë dhimbje, kanë vjellje, mirë po kur ju shpjegojmë që asnjëra prej këtyre nuk ndodh, ata kanë një lehtësi edhe vazhdojnë atë besimin të na edhe fillojnë me kimioterapi. Kjo ndoshta për faktin se pacient vinë në atë momentin që masi e ka kuptu problemin e smundjes, ai ka lexue në rrjetet sociale, mund të ketë edhe ndonjë familjar prej ma larg ose ma afër që ka pas probleme të tilla, edhe tash kur vjen ai vjen në një farforme i mbushur me informacione që realisht janë të gabume. Realisht një pjesë e tyre janë të gabume. Zakonisht vinë me frikën që aty ka me ndodhë diçka te ata pacient, aty si që ceka dhe ma herët kanë me vjell, kanë me pas dhimbje, nuk kanë me mujt me duru kimioterapin, mirë po, kur fillon me kimioterapi, e shet që nuk ndodhë kurgjë, unë e bile ju thëmë pacientave që kur vinë herën e arshme, keni me arë si kur dili me pi kafe, se keni me po që nuk është kurgjë kjo punë, si kur një infuzion që e kanë marrë ma herët, vinë e krynë edhe këtë, mirë po problemi është që qëndrojnë pak ma gjatë disa ma shkurt, mirë po prapë se prapë ata shkojnë në gjendjet shumë të mirë në shpe, edhe sigurisht kanë nevoj pak edhe për një trajtim ekstra në shpe në formë infuzionash për shkak që mi ju ndihmu në gjendjen e tyre, mirë po përfundojnë zakonisht pa problem. Zakonisht herën e dytë vinë ma të kënaqur se sa herën e parë. Recep, tek rrezatimi si bëhet monitorim pacientit? Po, të pas parasysh se akseleratori lëshon energji të lartë të rrezatimit, normalisht edhe ambienti ku është i vendosur në aparati është tepër i izoluar. Normalisht ato edhe ka kamerat që duhet me monitoru pacientin gjatë rrezatimit, për çdo rast nëse ka ndonjë komplikim, diçka se pacienti nuk mundet me nejt ose gjendja e tij diçka nuk është në rregull, edhe kamerat e sigurisë janë që e përcjellin pacientin nga jashtë. Gjatë gjithë kohës. Po, gjatë gjithë kohës. Bashkëpunimi me mjekët edhe ekipin multidisiplinar, si është? Duke përfshin këtë rast edhe Recepin me qenë se jeni me një shtëpi. Fatmirësisht, të na bashkëpunimi është shumë i mirë. Nashta kjo ndodhe dhe për shkak të natyrës smundjeve të cilet pacientet e kemi me natyrë të smundjes jo të mirë po bashkëpunimi është shumë i mirë, qoftë me radioterapin, qoftë me teknikët e radioterapisë, qoftë edhe me doktorat, edhe nëse bashkëpunimi i mirë, kjo ndikon pozitivisht edhe te pacienti. Edhe te pacienti. Recep, tek masat e sigurisë që i merr personeli, a janë rregullat e njëjta që ndjeken sikurse në klinikën e radiologjisë? Monitorimi, masat mbrojtëse? Po, monitorimi, po masat mbrojtëse... Monitorimi po flas në atë aspektin përcjellja e këtyne doza të rrezatimit që mundet me pas personeli gjatë ofrimit të shërbimit. Po, na e mira të na është që nuk kena diçka drejt për drejt me rrezatimin kontakt. Është dhoma, është akseleratorit, është izolune, edhe është bëhet ventilimi i dhomës. Kështu që edhe derisa të hapet ajo dera që me hina te bunkeri ku është i vendosur në aparati, merr pak kohë. E që ajo kohën mundëson që mu filtru edhe ajri. Po normalisht i kena edhe dozimetra që matet. Po, pra të deshtë me thonë po. Dozimetrat janë do të thotë që... I kena dozimetra që matet. I verifikon, do të thotë. Po, i verifikon. I verifikojnë mjekësia e punës në gjatë kohën. Tek, shpesher është dëgju për shembull që një pacient me smundje maligne, në këtë rast, është mundu ose ka tentu me përdor edhe terapi alternative. A ka raste kur
mundet me keqësu gjendjen tek përdorimi që pastaj kur vjet tek ju me pas një gjendje pak më të komplimentuar, më të Ka shumë raste që na pyetin për këto terapi, mirë po na vazhdimisht i orientojmë te doktori se në rast se pacienti është me kimioterapi, çdo terapi tjetër shtesë që duhet me qenë është mirë më konsultu me doktorin, për shkak që mundet me kundërvepru me kimioterapinë që është të e marë pacienti, edhe kjo në fakt tani veç mundet me i bot dëm se sa dobi. Për këtë arsye gjithçka, jo se cila është e dëmshme, mirë po paraprakisht duhet me konsultu me doktorin, pastaj me vepru. Recep, tek përfundimi i një seance të radioterapisë, a dokumentohen këto? Po, është edhe sistemi avancuar që është instalu në klinikën tonë, po mirë po edhe janë edhe në histori të pacientit është protokolli që plotësohet çdo ditë nga ana teknikëve të radioterapisë, për ditën që ka marrë rrezatimin, dozën sa ka marrë rrezatim. E ka, do të thonë, të evidentuar. Po, është evidentuar. Evidentohet çdo herë. Po, çdo ditë. Atëherë, tek puna që bëni në onkologji, me çfarë motivi e shihni jetën jo? Sepse edhe ne punojmë në klinikë, po mënej brenda një institucioni, ose me thonë brenda një qendre klinikë universitare, mirë po që nuk rastisim me po pacient, sa mundin me po jo. Jo, me çfarë motivi e shihni jetën? Është pak problem këtu me fol, mirë po së do që tjetë kur na pacientat i kemi çdo ditë, edhe kur e dim që edhe në Amerikë i pete njëjta terapi, i njëjti protokoll, kështu që edhe pacientat tonë nuk ka nevojë për më shqetësu, na jemi aty për ta, edhe sido që tjetë puna jonë është në mirën e tyne. Është një lloj motivi, në fakt, që s'ju lën mund dalë. Sigurisht. Po. Rresh tek terapia, kontrolla teknike para nisjes, para se me fillu terapinë, sigurisht këto kryen nga ju apo nga pjesa e fizikantëve? Po menën ne pa kontrolla teknike të aparaturës. Jo, çdo mëngjes, domethënë kontrollën teknike dhe dozimetrinë e bëjnë fizikantët, fizikanti mjekësor. Ata ju japin një farë me vizë. Dritën e gjelbër për me fillu. Që aparati është në rregull, mund me vazhdu me trajtimin e pacientëve çdo ditë. Astrid, cila është një këshill që jep pacientëve në këtë rast, po edhe trive lidhje me shëndetin? Sa i përket sëmundjes tonë, na kem pacienta dhe të ri. Mirë po në gjithmonë ju thamë edhe mundona me i motivu që në rast se zakonisht mundeni me pas sukses edhe gjithmonë ekziston mrekullia të Zotit edhe gjithmonë duhet me mendu çdo pacient që çajo mrekulli ka me ndodhur te ai, kështu që duhet me pa jetën përpara edhe më mbështetë Zoti gjithmonë. Atëherë, Astrid, falenderës shumë për kohën që keni gjetë t'jeni sot prezent këtu për të jap informacion rreth punës që bëni gjatë punës në klinikën e onkologjisë dhe në kryesisht sfidat që keni. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Falenderës shumë Req për këto informacione në lidhje me radioterapinë dhe punën që e kryeni ato. Faleminderit shumë edhe për pyetjen. Të nderuar shikues, ky është edhe sot emisioni i sotshëm në lidhje me punën infermierore në klinikën e onkologjisë, ku të ftuar kishëm Astrid Hajdinin, infermier në klinikën e onkologjisë, si dhe Recep Dushin, po ashtu infermier në klinikën e onkologjisë në repartin e radioterapisë. Deri në emisionin e ardhshëm, shikim të këndshëm.